Horoskopi i ditor e diel 15 shkurt 2026. Dashi. Megjithse yjet qëndrojnë në pozicion të kundërt, duke vënë në plan të dytë të gjitha çështjet në lidhje me partnerin, përsëri do të arrini të sqaroni mosmarrveshjet. Beqarët do të kenë shumë besim tek vetja e tyre dhe do të shfrytëzojnë çdo takim. Në planin financiar duhet të tregojeni jashtëzakonisht të kujdesshëm me shpenzimet. Demi. Pak nervozizëm dhe mërzitje do të spikati në ditën e sotme tek të dashuruarit, duke sjellë një sër detyrimesh të papritura. Mos e teproni me fjalorin. Beqarët do të realizojnë takime mbreslënse dhe do të jenë gati për të ndryshuar edhe statusin e tyre. Financat do të jenë disi delikate. Binjakët. Janë pikërisht yjet në shenjën tuaj që harmonizojnë jetën tuaj në çift. Ky ndikim bën që nga ana sentimentale dhe më gjerë të shkojë gjithçka mirë. Beqarët nuk duhet të hedhin hapa të pamenduara, sepse mund të përballen me zhgënjime. Financat do të gjenden në një situatë të vështirë. Duhet të tregoheni vërtet të vëmendshëm. Gaforia. Dita e sotme do të jetë më se normale për ju të dashuruarit, ndoshta dhe pak melankolike për shkak të yjeve. Por në mbrëmje do të merrni lajme të mira. Beqarët do të kenë dëshirë të njohin shumë persona, por asgjë më shumë. Financat do të jenë disi në vështirësi, tregoni kujdes me to. Luani. Qielli tregon përsëri shenjat dhe anët e mira, sidomos për ata që janë në një marrëdhënie. Në mbrëmje do të keni mundësi të reflektoni mbi gjithçka. Beqarët do të kenë disa takime interesante të cilat duhet t'i shfrytëzojnë. Në planin financiar do të dini si të menaxhoni të ardhurat tuaja. Vygjëresha. Është pikërisht vullneti dhe dëshira juaj për të arritur qëllimet tuaja në marrëdhënie me partnerin. Nuk do t'ju mungoj shanset për të hedhur hapa të mëtejshëm. Beqarët do të refuzojnë ftesat, pasi ende nuk janë gati për një lidhje serioze. Në planin financiar, më mirë mos të rrezikoni. Peshorja. Disi të pavendosur ju të dashuruarit në disa çështje të rëndësishme që kërkojnë një përqendrim maksimal nga ana juaj. Mundohuni të reagoni me gjak ftohtësi. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë karshi personave që pëlqejnë. Në planin financiar mos u tregoni impulsiv. Akrepi. Yjet do t'ju bëjnë të jeni shumë tërheqës, ju të dashuruarve, jo vetëm në sytë e partnerit, por edhe në sytë e kolegëve që punojnë me ju. Beqarët nuk do të kenë një ditë të mirë, por mos u nxitoni për asgjë. Financat do të jenë të mira. Shigjetari. Yjet janë ata që do të bashkëveprojnë në mënyrë shumë pozitive për ju që jeni në një marrëdhënie dashurie. Është momenti i duhur për spostime dhe udhtime. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme pa ndonjë takim breslënës. Financat do të jenë të paparashikueshme, prandaj tregohuni të kujdesshëm. Bricjapi. Dukeni disi të lodhur me gjithë projektet që po bëni, për të realizuar disa projekte që tashmë presin për t'u vënë në zbatim. Jeta në çift duket paksa e trazuar, por është kalimtare, nuk duhet të mërziteni. Beqarët duhet i marrin gjërat si t'ju vinë. Në planin financiar do të jeni me shumë fat. Ujori. Sot në veçanti, ju që jeni në çift do t'ju karakterizojë një entuziazëm dhe një dëshirë për të ndërmarrë gjëra dhe vendime të rëndësishme. Është ky shpirti i duhur për të ecur përpara. Beqarët do të kenë një ditë të mbushur me emocione dhe risi. Në planin financiar bëni kujdes me shpenzimet. Peshqit. Krimtaria juaj dhe intuita që her pas here spikasin ju bëjnë shpesh që të fitoni pikë në sy të partnerit. Idetë e reja nuk ju mungojnë. Beqarët nuk do t'ja dalin dot që të ndryshojnë statusin e tyre. Në planin financiar do i kaloni vështirësitë dhe gjendja më pas do të jetë e stabilizuar.